Në Median Roz prej disa ditësh po përflitet për një sherr të madh mes dy moderatoreve të njohura, Engji Nasufi dhe Neada Muçaj. U aludua se raporti mes dy kolegeve prej kohësh nuk ka qenë i mirë. Fillimisht konfliktet kanë nisur me mosmarrveshje të vogla në prapasken, por situata është përshkallëzuar deri në momente ku debati verbal është kthyer në përplasje fizike. Lidhur me këtë ngjarje ka reaguar sërish gazetari i njohur Blendi Salaj. Gjatë një bisede mëngjesin e sotëm në Uelik Up së bashku me Eglita Kon, ata folën në lidhje me komentet dhe lajmet e rreme. Blendi u shpreh se mes Engjit dhe Neadës kur nuk ka patur prekje me dorë dhe kur nuk janë rrahur. Sipas tij, çdo gjë bëhet për klikime. Nuk dua të ndërroj temën e bisedës, por ndodhi edhe vajzat që ishin këtu. Se dua ta përsëris këtë gjën që kanë shkruar sikur janë rrahur, sikur janë prekur. Nuk ka ndodhur asnjëherë. Të gjithë debatojmë, të gjithë mund të mos shkojmë mirë, por shpifjet janë shpifje. Unë i qëndroj asaj që kam thënë në fillim të javës. Kur nuk janë prekur me dorë, kur nuk janë rrahur. Janë të gjitha shpifje, egzagjerime, fantazi që njerëzit duan të shkruajnë se ashtu u shet më mirë. Është njollë që ia hedh dikujt që nuk e ka bërë. Nëse do e kishte bërë, ok, por pa prova, pa asgjë. Është për klikime, u shpreh Salaj. Big VIP Albania ka raportuar më parë për mosmarrveshjen midis dy vajzave. Ja çfarë u tha disa ditë më parë kur u pushuan nga puna dy vajzat. Engji dhe Neada u pushuan nga puna në Uelik Up, pas sherrit fizik mes tyre. Ja kush do t'i zëvendësoj. Mbrëmjen e djeshme ka qarkulluar lajme në portale se situata në Top Channel ka marrë një kthes të papritur, pasi drejtuesit e televizionit kanë vendosur të largojnë nga AKU dy moderatoret kryesore, Engji Nasufi dhe Neada Muçaj. Shkak është bërë një sherr fizik mes tyre. Blendi Salaj e nisi me ridimensionin programin, me shumë prezantuese dhe të ftuara. Sot në program do të jetë Heidi Batsi pa thënë nëse është vetëm sot apo edhe në vijim. Vendimi vjen vetëm pak orë pasi vetë Engji dhe Neada, gjatë transmetimit të dieshëm në mëngjes, përgënjeshtruan publikisht lajmet mbi një konflikt fizik mes tyre, duke i cilësuar si thashetheme që qarkullonin pas një bazë. Megjithatë, konfirmohet se tensionet mes dy moderatoreve nuk janë as të reja e as të vogla. Përkundrazi, situata mes tyre prej kohësh ishte acaruar dhe sipas të njëjtave burime, përplasjet kanë degeneruar deri në konflikt fizik pas kamerave. Blendi Salaj, i cili vijon të jetë në krye të programit, njoftoi se formati po hyn në një fazë të re me bashkëpunëtor të rinj. Ai prezantoi edhe të ftuarën e ditës, ish banoren e Big Brother VIP, Heidi Batsi, praninë së cilës shumë e pan si një sinjal se ajo mund të jetë një nga emrat që po merret në konsiderat për drejtimin e programit në vazhdim. Programi vjen i ridimensionuar dhe me një energji ndryshe, u shpreh Salaj, duke shmangur çdo koment të drejtpërdrejt mbi largimin e kolegeve të tij. Për momentin, Top Channel nuk ka njoftuar ende se kush do ta zëvendësojë përfundimisht dyshën e larguar. Por burime brenda televizionit bëjnë të ditur se faza e përzgjedhjeve ka nisur dhe priten lëvizje të tjera në ditët në vijim. Pak ditë më parë Big VIP Albania ju informoi rreth kësaj përpërkasje të fortë mes dy moderatoreve, të cilat jo më larg se dje përgënjeshtruan. Ja çfarë tham në pak ditë më parë që sot me sa duket u vërtetua. Përplasje e fortë mes vajzave të ekranit. Çfarë ndodhi në prapasken me Engji Nasufin dhe Neada Muçajn? Ajo që shikuesit kanë parë çdo mëngjes në Top Channel, buzëqeshje, batuta të lehta dhe një atmosferë pozitive me stresheve Blendi Salaj, Engji Nasufi dhe Neada Muçaj. Duket se ka qenë vetëm maja e icebergut. Pas kamerave, dinamika e tyre nuk ka qenë as pak e qetë. Në ekran dukej sikur Engji dhe Neada e plotësonin njëra tjetrën, me stilin, energjinë dhe profesionalizmin që i karakterizon prej kohësh. Por burime të shumta në rrjet, të cilat prej ditësh aludojnë për tensione të rëndësishme mes vajzave, tregojnë një panoramë krejt tjetër. Harmonia e tyre pas ka qenë vetëm fasadë, ndërsa marrëdhëniet në prapasken ishin duke u qarë prej kohësh. Sipas zërave që po qarkullojnë gjithnjë më këmbëngulës, mes dy moderatoreve ka pasur jo vetëm debata ashpër verbal, por edhe një situatë që ka degraduar deri në përplasje fizike në korridoret e televizionit. Burime pranë stafit flasin për një moment të papritur, ku debatet e nxehta kanë kaluar kufijtë e profesionalizmit dhe vajzat kanë humbur kontrollin. Thuhet se situata ka qenë aq e tensionuar, sa disa kolegë janë detyruar të ndërhyjnë për t'i qetësuar. Ndërkohë, në transmetimin e fundit të programit, shikuesit më të vëmendshëm kanë vënë re një ftohtësi të dukshme mes Engjit dhe Neadës. Shpesh, vështrimet e tyre nuk përputheshin, ndërsa ndërhyrjet në bisedë ishin të kufizuara.
Në disa momente, Blendi Salaj duke se po mbante programin në ekuilibër, duke u përpjekur të amortizonte atmosferën e tensionuar që ndihej edhe përmes ekranit. Kjo situatë është komentuar gjerësisht edhe në rrjetet sociale, ku ndjekësit kanë shprehur habi, zhgënjim dhe kuriozitet. Për shumë njerëz, Engji dhe Neada kanë qenë gjithmonë modele të qetësisë, profesionalizmit dhe përmbajtjes, dy figura që i kanë dhënë elegancë ekranit të mëngjesit. Ndaj aludimet për përplasje fizike kanë rënë si rufe në qiell të hapur. Megjithatë, deri tani gjithçka mbetet në nivel zërash e thashë themesh. As Engji, as Neada nuk kanë dalë me një deklaratë zyrtare, qoftë për të mohuar zërat, qoftë për t'i sqaruar. Heshtja e tyre ka ngritur edhe më shumë pikë pyetje. Apo përgatiten të thonë diçka? A ka një çështje të brendshme që po menaxhohet nga stafi? Apo thjesht po zgjedhin të mos e ushqejnë zjarrin e mediave, derisa të flasin vetë vajzat dhe të japin versionin e tyre të vërtet? Heshtja mbetet forma më intrigante e pohimit. Publiku pret shpjegime, ndërsa prapaskena e Top Channel vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Nëse ju pëlqeu nga puna, arsyeja e fshehtë. Engji Nasufi dhe Neada Muçaj ndoshta po përgatiten për Big Brother VP Albania 5. Lëvizje të papritura po ndodhin në skenën televizive, dhe këtë herë në qendër janë dy nga vajzat më të komentuarat e ekranit, Engji Nasufi dhe Neada Muçaj. Pas zërave për tensione, përplasje dhe ftohtësi mes tyre në prapaskenë, mësohet se situata ka marrë një kthes të fortë. Të dyja moderatorët janë larguar nga puna, dhe në korridoret e medias thuhet se kjo nuk është thjesht rastësi. Burimet e afërta me produksionin tregojnë se largimi i tyre nuk lidhet vetëm me konfliktet e brendshme, por ndoshta me një arsye krejt tjetër, shumë më të bujshme. Engji dhe Neada ndoshta po përgatiten për të futur në Big Brother VP Albania 5. Sipas të njëjtave burime, dy moderatorët kanë qenë prej kohësh në negociata të fshehta me produksionin e Big Brother VIP Albania, i cili po planifikon një sezon më eksploziv se kur më parë. Kjo pritet të jetë një nga hyrjet më të diskutuara të vitit, pasi dy vajzat e ekranit që së fundmi kanë pasur tensione të nxehta mes tyre, do të gjenden në të njëjtën qati, përballë kamerave 24/7. Përplasje që raportohet se ka ndodhur në Top Channel, sipas burimeve, vetëm sa kanë rritur interesin e produksionit për t'i pasur brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Largimi i tyre nga programi i mëngjesit ka ngritur shumë pikë pyetje tek publiku, sidomos sepse deri para pak javësh vajzat dukeshin pjesë e qëndrueshme e formatit. Mirë po me sa po shihet vendimi është marrë me qëllim që ato të zgjidhin kontratat ekzistuese dhe të hyjnë të lira drejt Big Brother VIP Albania 5, ku pritet të jenë dy nga emrat kryesor të sezonit të ri. Ndërkohë as Engji, as Neada nuk kanë reaguar publikisht për largimin nga puna, duke shtuar dyshimet se gjithçka po mbahet nën sekret deri në momentin kur produksioni i Big Brother do të bëjë prezantime zyrtare. Deri atëherë mbetet vetëm një pyetje. A do të shndërrohen tensionet e prapaskenës në përballje të hapura para publikut? Publiku mezi pret ta zbuloj. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.